Pas një pauze 2 vjeçare, çmimi i Dromeno u rikthye si pjesë e kalendarit vjetor të Galerisë së Arteve Shkodër, duke shënuar edicionin e 8 të këtij konkursi të artit bashkëkohor dedikuar artistëve të rinj. Në artet bashkëkohore, sinergjia është diçka më e fortë dhe lloji i këtij arti të kërkon që të jetë një art analitik, eksperimentues, kërkues, hulumtues. Kanë vite pra që zhvillojnë e konsiderojnë aftësinë dhe ndjeshmërinë e tyre në këtë fushë të artit si një mundësi për me komuniku, për me kërku, për me analizu, për me dhënë refleksionet ndryshme. Fituesja e këtij edicioni u shpall Besa Mustafaj, vepra së cilës u vlerësua nga juria për karakterin reflektues në një botë ku ritmi i jetës po përshpejtohet. Vepra që ka fituar këtë çmim të edicionit 8 është një vepër që na ka kërkuar të ndalonim pak një shikim më të vëmendshëm edhe në një botë si kjo e jona kur koha ecën shumë shpejt. Shumë faleminderit që keni ardhur dhe që i keni kushtuar kohë që ta shikoni të gjitha punët. Uroj që të gjithë të jenë të kënaqur me punët e tyre dhe të kenë sa më shumë biseda me persona të rinj që e përjetojnë punën e tyre. Pas përfundimit të çmimit i Dromeno, Galeria e Arteve Shkodër po përgatitet të çelë ekspozitën më të rëndësishme të kalendarit vjetor, Salloni i Vjeshtës, që pritet të mbledhë artistë të afirmuar dhe emra të rinj të artit shqiptar.